Në fshatin Lota, njësia administrative Shal, Bashkia Shkodër është konstatuar përhapja e dëmtuesit të rrezikshëm, Dryo Kostus Kuripilus, Grerza e Galëve të Gështenjës, i cili po shkakton dëm të konsiderueshëm në pemët e Gështenjës duke rrezikuar seriozisht prodhimin bujqësor dhe ekosistemin lokal. Banorët dhe fermerët e zonës shprehen të shqetësuar për përhapjen e shpejtë të këtij insekti, i njohur për dëme të mëdha që shkakton në kulturat e Gështenjës në shumë vende të Europës. Ju lutem institucioneve shtetërore të marrin masa sa më parë, për arsye se kjo smundje është shkatërruese për këtë frut të jashtëzakonshëm me vlera ushqyese dhe vlera ekonomike të pakrahasueshme. Merrni masa sa nuk është vonë, se kjo smundje po bën kërdin këtë frut. Sot është data 2 maj 2026, sa po kanë filluar gjethen edhe akoma nuk kanë filluar lulet e Gështenjës për arsye se kjo smundje nuk lejon daljen e luleve. Në vend të luleve dalin këto kokra. Shikojeni, është një katastrofë vërtet. Në këto kushte, banorët i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë me urgjencë përmes monitorimit të situatës në terren dhe marrjes së masave konkrete për frenimin e përhapjes. Ekspertët sugjerojnë veçanërisht përdorimin e metodave të kontrollit biologjik, si një nga mënyrat më efektive dhe miqësore me mjedisin për të luftuar këtë dëmtues. Ndërhyrja në kohë konsiderohet thelbësore për të mbajtur një nga burimet kryesore ekonomike të zonës dhe për të shmangur pasojat më të rënda në të ardhmen.